javë ishte mbushur me publikime të projekteve të reja. E filloi me duetin e shumë përfolur në mes Eglit dhe Sergjios. Bashkëpunimi i tyre i parë mban titullin Baby. Tekstin e së cilës e kanë shkruar Gulli dhe Muma, ndërsa producent është SBS Entertainment. Se baby në le vet, e baby se ka let O jella, zemra hatu që të mjek E di qa jetu desh, për ty kome me desh një fot Kida ka vendos me bo verën super hot. Amora me muzikë ritmike verore u publikua gjatë kësaj jave që po e lëm pas. Orhidea Latifi këtë herë erdhi në bashkëpunim me Oilaido, e vlen të përmendet që ky nuk është dueti i parë mes tyre. E di sa je lonely E qka ti më nështë veç këzoni Që shkem kona më nuk jem s'ki nevoj Deja Vu soli Rina dhe Arnon, tekstin e së cilës e ka shkruar Rina Fuego Snow. Për miksimin dhe masterizimin është përkujdesur Mixej. Producent është Arnon, ndërsa ana vizuale u punua nga Sequence. Ekstaz jam ka që sikur Deja Vu Mos je prati Vlen të përmendet që Balaj po ka telashe me këtë klip. Këtë ka bu të ditur vet ajo përmes kësaj story, duke thënë se po tentojnë mja bloku projektin. Përkundër suksesit, Rina Balaj është përballur me disa probleme teknike në platformat digjitale. Këngëtarja ka shprehur hapur zhgënjimin e saj duke thënë, është hera 5 që më bëjnë shadow ban dhe nuk më del kënga në search. Mos je prati e din që veç ty të du Kalun dite jave mu ju boni vet Oh My Baby u plasua nga Capital T dhe Gjimilian, tekstin e së cilës e ka shkruar vet ata që i dhanë emocion kësaj kënga. Po ko që nuk jena po, se na bashka s'nuk jena ndo Producent është Hitmakey, Besin Made This, kurse për anën vizuale u përkujdes Inter Films. Ju boni vet, se muj me nej pa ty ka shumë se kisha dit Unë po t'pres halo se dia jetën prit Shumë drequ ka dane Të kalojmë tani tek paralajmërimet për Rusi. Pas suksesit të jashtëzakonshëm me Vesh Shundreqo, Gjesti shumë shpejt vjen me një këngë të re. Këtë ka bërë të ditur vet reperi kosovar duke publikuar këtë njoftim në rrjetin social Instagram. Përndryshe kanë kaluar vetëm një muaj e pak dik që kur ky klip u hodh në treg duke marrë vëmendje të madhe e klikuar në afro 10 milion herë. Bomb ka lëshuar dhe Gjeko reperi ka shfrytzuar Instagramin për me njoftu se i ka gati jo një, as 2, jo, as 10 projekte, por 35 këngë të reja. Po, këtë ka bu të ditur vet Azreni përmes këtij postimi në rrjetin social Instagram. Përndryshe, Broke to Rich është truja e fundit e tij në bashkëpunim me Dyton. Energy po i dëgjohet gjithandej, por kjo nuk do t'jetë kënga e fundit e Dafines pak para se të bëhet nën për herë të parë. Këtë ka bu të ditur vet ajo përmes Instagramit, ku dukej shumë e motivuar dhe se ka mundësi që të sjell edhe një tjetër risi për fansat e saj. Inshallah do të titullohet kjo risi që ka del shpirti, na mezi po e presim. Hajde manga my gal, dy taj din që jem jo type my gal Më rrydëm hëtë shvah